parë kur Dhimbja e nervit shiatik është një nga angesat më të shpeshta, por jo çdo dhimbje në mes është shiatik. Shenja karakteristike është se dhimbja nis në pjesën e poshtme të shpinës ose në vithe dhe përhapet përgjatë njërnës këmbë, deri te kofsha, pulpa ose shputa e këmbës. Shpesh shoqërohet me mpirje, ndjesi shpimi gjilpërash ose dopsi muskulore. Shkaku më i zakonshëm është hernia diskale, por edhe qëndrimi i ulur për shumë orë. Dëmtimet në shtyllë kurrizore, mbi pesha apo shtatzania mund të rrisin rrezikun. Më të prekur janë personat që bëjnë punë fizike të rënda, ata që kalojnë shumë kohë ulur dhe të rriturit e moshës së mesme. Nëse dhimbja është e fortë, zgjat për një kohë të gjatë ose shoqërohet me dopsi të theksuar në këmbë, është e rëndësishme të kërkohet ndihmë mjekësore. Diagnostikimi dhe trajtimi në kohë mund të parandalojnë komplikacionet dhe të përmirësojnë cilësinë e jetesës. Dhimbja që nis në pjesën e poshtme të shpinës përhapet drejt vitheve apo këmbës, shpesh quhet nga njerëzit nervi shiatik, por jo çdo dhimbje në këmbë lidhet domosdoshmërisht me këtë nerv. Si mund kuptojmë që kemi të bëjmë me nervin shiatik? Dhe si e diferencojmë nga problemet e tjera muskulore apo skeletike, cilat janë simptoma që nuk duhen neglizhuar dhe sa efektive është fizioterapia në trajtimin e kësaj gjendjeje. Për të kuptuar më shumë rreth nervit shiatik dhe patjetër për të bërë diferencimin, me ne në studio është pedagogja e fizioterapisë Ledina Nikola. Dashur, mirë se vjen. Shumë kënaqësi të kemi në studio. Për të folur për një problem shëndetësor që incidencën e ka shumë të lartë në shoqërinë shqiptare. Në gjithë botën, në fakt. Në gjithë botën, por neve na dhe më shumë kur flasim për popullin tonë, me qenë se flasim shqip. Ledina, çfarë mund themi? Çfarë është nervi shiatik dhe si e kuptojmë që vuajnë nga ky? E para punës, njerëzit që ngatrojnë në Shqipëri mendojnë që vetëm nga hernia diskale ndodh shiatiku. Pra kjo është e gabuar. Ka disa patologji të tjera që mund ta ngacmojnë nervin shiatik. Nervi është një pjesë si çdo nerv tjetër, i cili del nga pjesa lombare, pjesa e mesit dhe mund të shtypet midis dy vertebrave. Hernia është më shpeshe që ndodh sepse kur fryhet ky disku i famshëm i hernies e shtyp. Por ka edhe një muskull tjetër që është brenda vitheve, i quhet piriformis, i cili thjesht kontraktimi i këtij muskullit prek shiatikun. Që do thotë, nuk është dëmtuar shiatiku në origjinë e vertebrave, por është tek nervi. Ka raste për shembull në traumat, siç tani sezoni i verës, hedhjet nga shkëmbinj. Shpeshherë shumë individ hidhen mbrapsht në shkëmbinj dhe bëjnë stenoza apo bëjnë spondilisteza, rrëshqitje vertebrave. Dhe këto për shembull kanë raste që kanë dëmtime të mëdha të shiatikut. Një nga gjërat që bëjnë shpesh pacientët pyesin me iku, kthehet prap, aty është shiatiku. Pra, edhe pse është trajtuar, shiatiku është nerv që ekziston. Kur ne themi shiatiku në gjuhën popullore, ne në gjuhën tonë është shiatalgjia, që do thotë që është irritim apo inflamacion relativ nervi. Si rrjedhoi kësaj gjës? Gabimi që bëhet më shpesh është çdo dhimbje me mesit i thon shiatik. Jo, shiatiku është shumë specifik dhe siç të dhe në insert, që fillon kryesisht nga pjesa lombare, pra nga mesi, vazhdon te pjesa glutare, te pjesa e vitheve, dhe në varësi cila nga vertebrat, pra ku është kapur nervi, varion te kofsha, nga mbrapa pulpës, te gishti i madh apo te katër gishtat e vegjël të këmbës. Pra, sepse për shembull, një nga gjërat që ne themi më shpesh, themi, "Ok, gishti i madh i këmbës ka humbur pjesën e rëndësishme", themi, "Ok, lëpesa është e dëmtuar". Nëse është sinjishi, themi, "Ok, pjesa palmare, pjesa e poshtme e shputës së këmbës e ndjesi miza dhe sikur pacienti nuk ka aftësinë të bëj majt thëmbrave, pra të rrinë majt thëmbrave". Shpesh herë këta njerëz kur e kanë të avancuar, pra kjo është avancuar, rrëzohen papritur rrugës, aty fillojnë kuptojnë që çfarë po ndodh, sepse ka filluar të lëshojë sistemin nervor dhe nuk kanë forcën për ta kryer lëvizjen e hedhjes së hapit dhe rutinës thjeshtë, jo vetëm shkallë. Kështu që shiatiku duhet diferencuar në mënyrë shumë të qartë. Shpesh herë ka pacientë që thonë, unë bëra rezonancë, s'mdoli asgjë. Rezonanca në këtë rast shef disqet dhe nuk të shef fiks hapësirën e nervit. Nervi mund të jetë shtypur nga ky muskull që nuk e shef në rezonancë. Ka shumë individ që kanë probleme hernie diskale të mëdha në rezonancë dhe s'kanë asnjë shenjë klinike, pra nuk kanë dhimbje. Kështu që jo gjithmonë ajo ndjesia jon është korrespondente vetëm me imazhrinë. Kështu që duhet patjetër kombinuar pjesa imazhrike me pjesën e vlerësimit tek specialistët. Por ndryshe kemi diagnozë të gabuar dhe patjetër kemi terapi të gabuar. Dhe kur të gabuar e drejt. Patjetër. E dashur me dikë që vuajnë nga nervi shiatik, duhet të ndryshoj stilin e tij të jetesës, mënyrën se si fle. Kjo është gjë më vështirë për ne shqiptarë, më thënë drejtë, se ne kemi shumë kollaj të pim disa medikamente, disa të ndryshojmë qasin e gjës. Ka disa rregulla që duhen respektuar patjetër? Patjetër. Një nga gjërat më të thjeshta është nga mënyra e fjetjes. Pra ne këshillojmë të flejmë me anash mesik midis këmbëve ose duhet flej me shpinë poshtë mesik poshtë kaviljeve.
Në këtë raste, fjetja përmbys nuk këshillohet pothuajse fare. Pra vetëm raste shumë të rralla ku pacienti nuk ka si mundësi tjetër për të fjetur ndryshe, i themi nëse të flesh përmbys, duhet vendosësh së paku një jastik poshtë barkut. Kjo ndodh për të hapur hapësirë për të bërë lëvizshmërinë e vertebrave, sepse përveç këtyre nerveve kemi edhe ligamentet që janë shumë të rëndësishme. Pra imagjinoni sikur janë fije elastike që na mbajnë kolonin e lidhur. Nëse këto nuk janë elastike, ky nerv vazhdon duke u shtypur. Një nga gjërat më të rëndësishme. Mënyra si ne e kemi çaste gjatë ditës, pra nëse unë jam e ulur 8 orë në karrige pa lëvizur, sigurisht e kam më të mundur që të kem një ngritje të lartë të shiatikut. Kemi shumë të bëjmë pastaj me punët e rënda. Pra ka disa profesione që e kanë më të prirur pas shiatik. Kjo është tjetër e rëndësishme. Ushqimi dhe konsumimi i lëngjeve është një pjesë tjetër. Sigurisht që këshillohet nëse unë jam mbi peshë, jam e prirur unë se dikush tjetër, pra që ka një BMI më normale të ketë shiatik. Pse? Sepse rëndesa e madhe e peshës trupore i bie që ngushton këtë hapësirën vertebrale dhe ka më të thjeshtë për të ngacmuar shiatiku. Pra ka një sër gjëra që ndikojnë dhe kjo shumë rëndësishme të jetë në kompleks. Pra nëse ne shohim pacientin tonë thjesht si hernia diskale apo si shiatik, është e gabuar, sepse nuk kemi vetëm ajo gjëja në imazhri, jemi totale, që mund ndodhi për shkakun që ky shiatiku, pacienti jo mund të ketë probleme të tjera. Një nga gjërat më të shpeshta që ndodh, shumica e grave për shkakun e kanë që përveç shiatikut kanë edhe varicet dhe ngatrohet ndjesia e dhimbjes nga varicet nga shiatiku. Dhe në këtë rast duhet bërë diagnostikë diferencuar duke bërë ekografi Doppler përpara si kemi varicet, kemi një çarjet e enës apo s'kemi çarjet e enës për të kuptuar kush është diferenca dhe për të bërë terapinë e duhur. Dhe ushtrimet pastaj janë të programuara sipas fazës. Mirë, Ledina pak më herët përmendë që disa njerëz të cilët nuk rrin dot në thëmbrat e tyre e tjerë mund të jetë një nga treguesit që këta individ mund të vuajnë nga shiatiku. Nëse unë ngrihem në këmbë dhe bëj 2-3 prova për të kuptuar a kam apo jo nerv shiatik, a mund ta bëj? Jo, nuk është aq e thjeshtë. Nuk është aq e thjeshtë. Është shumë komplekse gjëja. Pra sepse ka disa faktorë që ti për shembull mund të mos rrish në majtë thëmbra tani sepse ke thjesht të shkurtuar muskulaturën posteriore të këmbës. Por nuk do thotë automatikisht ti ke shiatikun në shtypur. Pra ne themi që njerëzit nuk do t'ia lejnë fajin apo ta emërdojnë gjithmonë me shiatik. Tam shiatiku nuk shkon vetëm në një vend. Përgjithsisht fillon të zbret. Në pjesë e mirë e njerëzve kur fillojnë shiatikun thonë kam vetëm dëvitet e pas sa kohësh fillon të thonë kam pas pulpës dhe pas shpërndahet. Ajo që unë këshilloj të gjithë teleshikuesit është nëse ju e ndjeni këtë dhimbje që ka zbritë te këmbët, duhet patjetër të shkojnë tek profesionisti sepse do thotë që ka avancuar situata dhe mund të kemi gjëra që mund t'ju përkeqësojnë si duhet jetesës dhe mund t'ju lejnë edhe në krevat. Ju e dini besoj ke dëgjuar që shumë njerëz rrin kohë të gjatë në krevat. Dhe kjo pastaj është pikë tjetër e rëndësishme që doja ta hasje, sepse ndodh shumë shpesh në Shqipëri që mendojnë që duke pas shiatikun kronik apo akut duhet të rinë shtrirë dhe mos lëvizin 24 orë në krevati. Por në fakt? Kjo është gjë më e gabuar, sepse bën përcisht efekt në kundërt. Pra nuk duhet të bëjmë vrap me një herë, po duhet të kemi lëvizje të kontrolluara të avashta dhe duke luajtur shumë me korin, themi ne, apo me muskujt e diafragmës dhe të primares për ta ndihmuar që të lirohet në mënyrë fiziologjike, jo me dhunë, sepse xha kemi irrituar situatën. Kur duhet të drejtohemi ne tek fizioterapeuti, te ortopedi apo neurologu? Ka një specifikim? Apo mjekët sugjerojnë? Po, të gjitha me radhë. Të gjitha me radhë, të gjitha figurat që the janë një ekip. Çfarë do thotë? Në rastin kur kemi një traumë, për shembull ka ndodhur një aksident, sigurisht ti do shkosh te ortopedi për të parë dhe pastaj ai të referon. Nëse ti ke edhe këmbëpjerjen e këmbës, që ka filluar këmbëpjerja e këmbës, sigurisht është i pari neurologu që do merret me ju për të dhënë se mund të kemi të bëjmë edhe me mungesë vitaminash. Për shembull ka shumë individ që vuajnë nga shiatiku dhe e kanë situatë më të mëdha si pasojë e vitaminës D, mungesë vitaminës D, si pasojë e magneziumit, si pasojë e mungesës së kalciumit, sepse bëhet më kompleks situata. Dhe në këtë rast na duhet mjeku neurolog për të dhënë terapinë e duhur, sigurisht dhe atë antiinflamatore, se ka individ shumë që kanë dhimbje të forta, sa duhet edhe terapia antiinflamatore, analgjezike, dhe pas kalon në protokollin rehabilitues, i cili është individual për cilin individ dhe duhet ta mbaj patjetër për gjatë gjithë jetës. Për gjatë gjithë jetës. Ndoshta dalim pak nga nervi shiatik, po me qenë se jemi në sezonin e plazhit, verës dhe aventurës, janë kryesisht të rinj të papërgjegjshëm që pa dashur dhe pa kuptuar mund të dëmtojnë veten. Çfarë mund të themi për zhytjet me kokë që të rinj të bëjnë? Çfarë rreziqesh fshihen pas kësaj të fundit? Një nga rreziqet më të shpeshta është ajo që thamë më parë që stenoza apo spondylisteza. Çfarë është spondylisteza? Është rishkitje e një vertebre dhe rishkitja e një vertebre nga kolona, nga kjo rregulli që kemi,
brenda shparca kurrizore dhe prekja e saj shkakton edhe paraliza. Kjo është një nga gjërat më të shpeshta. Çfarë është një rast apo një situatë që ty në 20 vite karrierë të dashur të merresh që ka ardhur si pasojë kësaj hedhjeve? Prekur dhe një episod tjetër, ka qenë një çun që është hedhur keq nga skalera në Shëngjin. U hodh mbrapsht dhe koka u kthye përsëri dhe preku edhe një herë murin e skalerës. Dhe ai është paralizuar sot kësaj dite në Londër sepse 2 nga vertebrat cervikale bon spondylistezë shumë të keqe, pra e prejnë gjithë palcën kurrizore dhe që nga ai moment ka pak të 15 vite që ai çuni është i paralizuar dhe nuk ka akoma, edhe pse kanë bërë robotik sepse fatmirësisht ai çuni shumë gjeni dhe ka bërë gjëra të tjera, por vazhdon të jetë në një karrocë si pasojë kësaj gjës kaq delikate që Ka thjesht një hedhje e papërgjegjshme me kokë në det, që mund të shmangej. Po, kemi edhe një problem tjetër në Shqipëri, sepse edhe relivi nuk është i pastër, pra për shembull jugu ka të pastër, ti mund të hidhesh në një vend dhe ti nuk e parashikon që ka një shkëmbë poshtë, dhe kështu mund të hasët atë shkëmbë që mund të bësh dhe fraktura. Ka raste kur kam një rast tjetër për shembull në klinik, para 2 vitesh ka ndodhur që kishte 7 vertebra të frakturuara. Pra 7 vertebra të frakturuara është një rast goxha i avancuar. Dhe ky kishte ardhur nga një hedhje në plazh, jo në Shqipëri, por ishte hedhur në plazh dhe kishte ndodhur gjithë ky rast. Pra i cili ka psuar të paktën, ka bërë terapi 6 muaj. Kështu terapia 6 muaj është shumë për ne, kështu që pra nga një gjë kaq e vogël. Quhet një terapi e gjatë. Po, dhe gjëra tjetër që ndodhin në këtë kohë është të rëndësishme për të bërë bike, biçikletat duke bërë namin, biçikletat e maleve. Mund ta mbajnë këtu të bërë namin sepse rrugët tona nuk janë aq të rregullta, pra malet kemi shumë të bukura, kemi natyrë fantastike, por kemi shumë të rinj që abuzojnë me këtë dhe kemi raste të shpeshta me dëmtime të mëdha të kolonës vertebrale, se kjo është pjesa kryesore. Kolona duhet të mountain bike, po thua. Patjetër. Ajo bicikleta male. Dedikuar për që është për male, po ideja është turizmin aventurës. Po. Aty se këto të bicikletave janë të ditura, këto të maleve, këto të vështirat janë më të rënda. Të panjohurat ose por është rritur trendi, më parë nuk kanë paktën unë në vitin tim nuk shifja shumë, tani shoh shumë. Pra kemi përditë njerëz që ose të familjar ose miq ose pacientë që e bëjnë këtë gjë. Do të jemi shumë të vështirë sepse e dyta që bëjnë gabim është nuk kemi fara masa mbrojtëse, nuk e vëmë për mod, dëgjoj unë nuk e vë kokorën se më prishën flokët. Po ndërkohë që ajo kokorë të shpëton jetën. Sigurisht. Okej. Ndërsa mbrojtësit e brylave dhe gjujve të shpëtojnë artikulacion që nuk bëhen dot pa intervente kirurgjikale pastaj dhe stojnë goxha sfida. Flasim edhe për temperaturat, i ftohti ndikon tek nervi sciatik? Patjetër që ndikon. Ndryshimet e njëhershme të temperaturave ndikojnë në çdo organizëm, kryesisht në sistem nervor. Edhe vapa, edhe temperatura. Të dyja. Pra të dyja nëse janë të mbitepruara. Një nga gjërat që bëjnë më shpesh pacientët gabim është vendosin akull dhe të ftohtë dhe të ngrohtë i bën një lëmsh pa ditur kur është faza. Pra, secila fazë e sciatikut ka fazën e caktuar kur bëhet krioterapia, pra terapia më të ftohtë dhe kur bëhet terapia më të ngrohtë. Pra ditë e para mund të këshillohet krioterapi, por nuk është për gjithë njësoj. Prandaj nuk para e themi shumë nëpër televizion, sepse njerëzit e marrin të mirë që nuk duhet aplikuar në shtëpi. Duhet kuptuar si është situata. Dhe në këtë rast ne kuptojmë anë të testave në klinik për të kuptuar që është irritimi i akut apo subakut. Pra është i fortë apo ka kaluar pak faza e vështirësisë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ndryshimet e njëhershme të temperaturës janë të rëndësishme. Veshja është ideale, pra veshja e duhur, pambuku, i hollë, këto janë gjërat rutinë që themi. Dhe sigurisht në këtë rast nëse kemi shumë ngarkesë, duhet bëni ushtrimet e çlodhjes në kurse shtëpie, që mund t'i bëni shumë kollaj pa pas nevojë për palestra. Pra me 2 tapeta në shtëpi mund të bësh ushtrimet e mesit, që edhe tilti thjesht, pra lëvizja e legenit parë të mbrapa, ndikon që të relaksohet të pak pjesa lombare. Më dhe thjesht. I bën në zbatim ata që ndiqen nga ju? Patjetër. Një nga kurset e mia në klinik, pra pacientët e mi e dinë që sa vitet e parë i them që nëse nuk do bësh protokollin e ushtrime, unë nuk të marr dot përsëri. Pra nëse ti nuk bindesh, sepse ka njerëz që mendojnë në Shqipëri që kanë paguar fizioterapistë dhe do i bëjnë mua i gjërat. Jo, fizioterapia nuk është shtresh, ti trish aty për mbysë dhe mirëpafshim. Fizioterapia është, ne themi, isoj si në studentët, ne unë jam pedagogu jot, ti do bësh sa them, por ndryshe jo, sepse punojnë muskulimi, nëse punojnë muskulimi, s'ka vlerë për ty. Pra unë duhet të udhëzoj ty, çfarë duhet të bësh ti në jetën tënde të përditshme, si do të bësh ti ushtrimet hap pas hapi, dhe çfarë do të kesh kujdes ti dhe me stilin të testës, që nga karrigja punës, që nga elastiku, që nga dysheku, që nga mënyra se si ti ke jetën tënde të përditshme, dhe pastaj ke rezultate. Për ndryshe është ne themi një flutë sapuni apo një gjë që kalon shumë shpejt. Ka një rast rikuperimi që dhe ty të ka habitur për vullnetin që ka patur, dikush që ka ardhur tek ti? Dikush janë më të vullnetshme, të them një sekret. Kush janë më të vullnetshme? Brezi 80 vjeç plus. Ata janë më të vullnetshmit?
janë të tmerrshëm, sepse janë stili i ushtrimeve që kanë pasur në shkollë. Në gjimnastik. Po si e kanë zgjidhur nervin shiatik? Ato janë fantastik. Ato më vinë engas, pa i fillu fare dhimbja herë 6 muaj, thotë, "Kësha kanë ka ardhur koha për të ardhur për të bërë ushtrimet dhe janë fantastik." Ndërsa brezi i ri Si janë? janë më të vështirët. Pra, nëse unë më del goja mrapa i them pacientët me që më antorët goja mrapa duke thonë, "Boja more se duket parë nga kamera, duket parë këtë për aty." Përtoj të bëjnë shumë sepse nuk kemi frymën. Një nga këshillat që unë duhet i them pacientëve dhe teleshikuesve është që ju lutem prindërit, bëni ushtrimet në sy të fëmijëve, sepse kështu mësohen fëmijët që ushtrimi është një gjë rutinë, është një gjë shumë normale për ta bërë. Siç ne ushqejmë shëndetshëm, mësojmë fëmijët që duke bërë ushtrime në shtëpi, sikur ato këmbë tek muri 10 minuta ndarë, çfarë na gjeni të gjithëve? A punojmë gjithë ditën këmbë? Jemi të gjithë ulur. Nëse unë vendos këmbën tek muri 10 minuta, rriçarkullimin e gjakut, që ka kaluar prasim për frikë, mundohem të shëshoj traktin lombar, bëj dhe i frymarrje me këp të hapur, kam hapur dhe krahërojnë, pra kam bërë me një ushtrim shumë të thjeshtë, kam bërë disa xhole dhe kam mësuar fëmijën tim që kujdesin ndaj aspektit fizik është shumë e rëndësishëm. Kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, e dim që nuk bëmi dot absolut edhe të ta kufizojmë përgjigjen, por në fakt, meqense përmende këmbët tek muri, edhe pa një diagnozë, për këdo, thjesht për patur një mirëqenie të mirë fizike, 3 ushtrime që ja rekomandon kujdo në kushte shtëpie, këmbët e muri, tham njëra? Okej, për shembull, një tjetër shumë bëjt qafën. Lëvizjet e qafës janë shumë ideale. Dhe këto nuk të kushton asgjë për t'i bërë, dhe në kushte shtëpie dhe në kushte zyre. Pra, lëvizjet që janë anësore, besoj e keni parë disa herë. Kjo mbrapa, dhe bretkoca është një nga gjërat më të thjeshta. Shtrihemi me këmbët e hapur, bretkoca liron shumë muskul ilopsoas, që është një muskul që ndikon tek shiatiku. Pra ilopsoasi i liruar, përveç shiatikut, ilopsoasin e kemi quajtur muskul i shpirtit, sepse është ai që mban gjithë tensionin psikologjik. Pra gjithë streset tona, përveç trapeziumi këtu, ban edhe presionin psikologjik. Dhe në këtë formë kemi edhe një çlirim emocional dhe psikologjik. Që janë të lidhura bashkë. Dhe këmbët e muri sa minuta? Rreth 10 minuta. 10 minuta. 10 minuta janë okej për ta larë veten, për të ndjerë në paqeve. Dhe këto ja rekomandoni të gjithëve? Po, nuk ka efekt tensore. Me apo pa diagnozë? Bukur. Edina, unë kam një pyetje të fundit, duke na parë ne të dy, mua dhe Syrianin, në këtë qendrim që ne kemi për 3 orada zi çdo ditë nga hëna në premte. Kemi ne predispozit për të bërë me nerv shiatik? Po. Faleminderit. Po, publicitet. Pra, për karriget tuaja. Karriget tona janë? Dhe mënyrat e mbështetërse juaj nuk është e duar. Pra, nëse ju rrinë 3 orë në atë fazë, i vjen që gjithë muskulit trungut janë gjithë shtatori deri në korrik, 3 orë çdo ditë nga hëna në premte, ne me nerv shiatik do kisha shfilluar të paktën ndonjë jastik nga mbrapa kurrizit, ose mund vinin nga një peshqir ose tapet jastik të vogël formë oje, që pjesa kërbishtes se bine hapësirë boshe, se gjithkohës ulur. Vje që gjithë pjesha e trupit e shtyp më shumë hapësirë vertebrale dhe sigurisht që nervat që dalin aty që është i famshmi shiatik, një nga ato mund të ngarkohet. Ta gëzojmë nervin shiatik. Jo, ekipi neve na duhen karriget të reja, okej? Këtë na ka thënë Ledina. Çfarë arritë 30 vjeç? Nervin shiatik. Faleminderit. Cilja suksesi më i madh? Nervi shiatik. Ledina, ne falenderojmë shumë që kishim në studio për gjitha këshillat e tua, gjithmonë e mirëpritur. Publikut i themi bëjmë një shkputje të shkurtër publicitare dhe rikthehemi me mesdrit me një tjetër temë dhe një tjetër ftuar.